Biblioteka Publike Marin Barleti e Shkodrës vjen procesin e digitalizimit, i cili ka nisur nga viti 2007, ku aktualisht po punohet me fondin e antikuareve. Biblioteka ka në fondin e saj rreth 2000 antikuare, që përfshin literaturë fetare, shkencore dhe historike. Digitalizimi i tyre përbën një sfidë me vete për shkak të rëndësisë dhe delikatesës së materialeve. Procesi i digitalizimit, i cili sigurisht nuk ka filluar sot, as para 2 vjeç, procesi ka kohë që ka fillu, por në këtë moment merr një vlerë të posaçme sepse bëhet fjalë për digjitimin e teksteve të vjetra që nga shekulli 15 deri në 19, përfshi antikuaret. Kjo jep vlerë të veçantë i procesi. Prandaj e përmendi jo se është procesi filluar rishtas, por në këtë moment ne po përpiqemi me digjitu këto vepra të cilat sigurisht koha ka bë punën e vet në amortizimin e tyre, një mundësi e shpejtë edhe bashkëkohore për me ofru lexuesit apo personit të interesuar për marrjen e një materiali që ndoshta jo të gjithë kanë mundësi me ditë ekzistencën e tij, pra faktin që ndodhet në fondet e kësaj biblioteke. Katalogu digital është i hapur për gjithë në faqen online, ku përdorëruesit mund të shfletojnë, shkarkojnë dhe lexojnë materiale edhe offline. Praktikisht interesi është për libra të botuar rishtas, pra sa ma vonë të jenë botu, aq më i lartë është interesi, nuk përjashtoj këtu interesin e studiuesve, atë sa janë për fondet veçanta, që kanë bajnë me albanologjinë, apo me fondin Koliqi, që na i kemi vënë në dispozicion një ambient tonë. Fondi digital i Bibliotekës Marin Barleti numëron sot mbi 85.000 faqe të skanuara, që përfshin ekzemplara dhe koleksione të hershme, të cilat gjatë periudhës së komunizmit nuk ishin të aksesueshme për publikun e gjerë.